Përshëndetje njerëz të dashur, miq të dashur apo si ta quaj. Me këtë video desha të dërgoj një mesazh të ju që thjesht e di se vërtet njerëzit shumë e krahasojnë veten e tyre edhe e krahasojnë jetën e tyre me njerëzit e tjerë. Çka po du me thonë unë me këtë video është kjo. Shumë për juve pra e din që unë kam qenë javën e kaluar në Kosovë. Kur kam shku atë ditë kam bo 2 postime. Dhe shumë nga ju me keni unuar pushime të këndshme. Pastaj nuk kam postuar edhe atë shumë, sepse gjithë javën kam qenë në një frikë të madhe me nënën time, sepse disa nga ju pra e dini që nëna ime është e sëmur, është ende në spital. Nuk po dua të marr vëmendjen nga askush sepse nuk e kam të nevojshme. E dita menaxhoj edhe këtë situatë. Çka po dua të them me këtë video është pikërisht kjo. Pra, sa njerëzi e kanë kuptu që unë gjatë javës që isha poshtë, pra në Kosovë, jam duke kaluar në një periudhë kogja të zorshme që i thojmë ne, dhe sa për juve kanë mendu që unë jam duke i shiju pushimet. Në fund të javës para se të kthehesha këtu, me vetdije i bëra 2 postime. Njërin postime bëra në natyrë, ka qenë vërtet arsyeja sepse unë gjatë kësaj kohe shumë shpesh kam shkuar në atë vende, aty jam mbushur energji sepse ashtu e kam menaxhuar javën, por që paralel isha dhe shumë në spital me nënën time. Pra, çfarë po dua të them është, në këtë javë unë kam përjetuar vërtet shumë gjëra të ndryshme dhe kam reflektuar shumë e veten. Pse është e rëndësishme që ne njerëzit mos ta krahasojmë veten. Mos ta krahasojmë veten, as mos ta krahasojmë jetën tonë. Mos të lakmojmë në jetën e dikujt. Mos t'i besojmë Instagramit, Facebookit, apo ku po diun se çka. Pra, periudhat që isha në spital me nonën kam pa shumë situata të ndryshme, situata të vështira. Kam pa njerëz shumë jashtëzakonisht, shumë njerëz komplet të pavetëdijshëm. Dhe pra që thash kam reflektuar shumë dhe kjo është ajo që pse këta njerëz aq shumë kishte njerëz të ri me lëndime të ndryshme, me sëmundje të ndryshme. Pse vallë vjen kjo? Një njeri i ri sidomos, sepse mosha është pak diçka më ndryshe. Po njerëz të ri, me aq shumë lëndime, me aq shumë sëmundje, me aq shumë shqetësime, pra se çka kom pa aty, kjo tregon thjesht pavetëdijsimin e njerëzve. Njerëzit që janë të vetëdijshëm janë komplet ndryshe. Atë pjesën pra të natyrës që e kam tregu, ajo për mua e ka domethënien e thelbit. Njerëzit e vetëdijshëm e din thelbin, e din veten e tyre të vërtet, kurse ato të pavetëdijshmit më kanë gjallë, domethënë kjo javë më kanë gjallë si 2 botëna, sikur 2 planete. Njerëzit e vetëdijshëm janë të shëndetshëm, qëndrojnë në natyrë, pra janë thelbi, janë vetja e tyre. Nuk identifikohen me fjalën une, sepse këtë javë sa isha në Kosovë, pra kam vëzhguar jashtëzakonisht shumë dhe nuk kam vlerësuar. Kam vëzhguar, sepse kur vlerësojmë, ne vuajmë. Unë thjesht po ndaj eksperiencën time. Pra kam vëzhguar shumë dhe thjesht i kam pa njerëzit se sa të pavetëdijshëm që janë. Askush nuk fliste për një realitet, për një sinqeritet, për gjithë, me identifikime dhe me role të ndryshme. Sa filloje një bisedë me dikën, fillon të tema
unë kam, unë jam, unë e kështu, unë ashtu, fëmijët e mi, pra gjithë shka vetëm sa për të dukur bukur në botën e jashtme, pra në mbrëndin e tyre ishin bosh, sepse e ndjeja. Pra, sa është e rëndësishme që na njerëzit me u vedisu, do më thonë vedisimi, investimi që na me u vedisu, nuk ka fund. Asnjë gjë më e bukur nuk mundet me ndodh njeriu se sa kur vedisu, sepse se sa kur ti e kupton veten tënde. Asnjë gjë më të bukur nuk ka kur ti e din se kush je. Vetëm në këtë mënyrë mundesh me u ndje lumtur, edhe për mbi lumturinë vjen paqja, sepse kur ne dojmë u ndit lumtur, ne jemi të varësuar nga diçka jashtme. Po kur ti je në paqe, nuk ka gjë më të bukur, sepse në kështu rahatohet shpirti yt mbrenda teje. Dhe në këtë mënyrë, kur ke paqe apo s'ke paqe, ne manifestojmë sëmundje ose shëndet. Pra, çka po dua të them është kjo, se kam përjetuar shumë dhe kam pa që njerëzit absolut, do më thonë, një numër jashtëzakonisht i madh është ende i pavetishëm në atë se çfarë është, kush është dhe pse ka ardhur në këtë botë. Uroj shumë, pra që mos krahasoheni me të tjerët. Uroj shumë që të punoni me veten, që të arrini qetësinë shpirtërore, sepse vetëm kur keni qetësi shpirtërore, vërtet jeni të pasur. Kur ne arrim në këtë nivel, pra të ndjejmë qetësi shpirtërore, ne edhe jetën në të jashtën, pra e kemi ashtu siç duami. Pra, sa më shumë që shkëputemi nga vetja jonë, sa më shumë që largohemi nga natyra, nga thelbi jonë, kjo është kanalizimi me Zotin. Sa më shumë që ne jemi aty, sa më shumë që ne besojmë në Zotin, në natyrën, në universin, çfarë do qoftë tjetër, pa ne në këtë mënyrë ndjejmë paqe. Dhe atëherë ne nuk kemi nevojë të tregojmë botës absolut se kush jemi, në bazë të egos. Unë kam shtëpi, unë kam makinë, fëmijët e mi po diplomojnë, fëmijët e mi po kryejnë shkolla, unë kam këtë punë, unë kam këtë titull, unë jam profesor, unë jam mjek, unë jam udhëhec, unë jam minister, unë jam, e dini se pikërisht që ta tituj që identifikohen apo etiketohen njerëzit që kjo është një pavedisim jashtëzakonisht i madh, edhe kjo është një arsye që njerëzit pra janë komplet të zhytur në probleme të ndryshme, sepse ata nuk e dinë se çka po i bojnë vetes. Ti mund të mbarosh çfarë do lloj shkolle, ti mund të kesh çfarë do lloj titulli, por nëse ti nuk e kupton thelbin tënd, se kush je, edhe nëse ti nuk e kupton se ty s'ka dërguar Zoti në këtë botë për t'ju treguar njerëzve se kush je, por ty të ka dërguar Zoti në këtë botë thjesht për me kry misionin tënd, për me ju shërby njerëzve, për me shërby, për me dhon dashuri e jo me dhon xhelozi e urrëtie e inate ku ta diun se çka. E them këtë sepse kam përjetuar shumë këto ditë. Kam shkuar me nënën time në spital, kam pyetur me një vërtet me sinqeritetin tim më të plot, kam pyetur, kam bërë pyetje dhe nuk kam marrë përgjigje të duhur, por vetëm bile ndonjëherë edhe me një nervoz të madhe ose me një bërtim. Dhe kjo tregon që njerëzit janë shumë larg thelbit të tyre dhe nuk është masandej rastësi pse na ndodhin aksidente dhe sëmundje të ndryshme. Uroj shumë që njerëzit sa më shumë të vedisohen, sepse i ndihmon vetes dhe vetëm në këtë mënyrë ne i ndihmojmë botës.